Në kuadër të ndeshjes Serbi-Shqipëri që do të zhvillohet sot në orën 20:45 në stadiumin Arena Kombëtare, Policia e Shtetit ka shpallur një sër masash për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit dhe sigurinë publike. Sipas njoftimit zyrtar, nga ora 18:45 do të ketë bllokime të pjesshme të rrugës që lidh hotelin ku është akomoduar ekipi serb me stadiumin, për shkak të eskortës që do të shoqërojë ekipin gjatë nisjes për stërvitje dhe më pas për ndeshjen. Këto kufizime pritet të zgjasin deri në 25 minuta për çdo kalim të ekipit. Policia apelon për mirëkuptim nga qytetarët dhe u bën thirrje të respektojnë udhëzimet e forcave të rendit. Policia gjithashtu paralajmëron zero tolerancë ndaj çdo shkelje të rendit apo çdo akti që mund të cënojë sigurinë e aktivitetit. Ndeshja konsiderohet me rrezikshmëri të lartë dhe për këtë arsye, strukturat e sigurisë janë në gatishmëri të plotë për të garantuar një mbrëmje të qetë sportive.